E dija që do të vije. Gjithë frikë, ushtari i tha komandantit të tij në vijën e frontit: "Komandant, shoku im Filani nuk ka ardhur nga sheshi i betejës. Kërkoj prej teje që të më lejosh edhe të shkoj ta kërkoj." Komandanti u përgjigj prerë: "Jo, kërkesa jote refuzohet. Nuk dua të rrezikosh jetën tënde për hir të një ushtari i cili ka shumë mundësi të ketë mbetur i vrarë." Ushtari, edhe pse nuk mori dot leje nga komandanti, u nis drejt sheshit ku ishte zhvilluar beteja, pa pyetur as për plumbat që fluturonin në ajër. Një orë më pas, ai u kthye me plagë të rënda, me kufomën e shokut të tij në krah. Me ta parë komandanti, i tha duke e qortuar: "A nuk të thash se ka vdekur? Paha, më thuaj, a e meritonte një rrezik kaq të madh gjetja e kufomës së tij?" Ushtari u përgjigj shkurt edhe prerazi: "Sigurisht që po. Kur e gjeta, ai ishte akoma gjallë. Kur më pa, fjalët e vetme që arriti të thotë ishin: e dija se do të vije." Një mik i vërtet të gjendet pranë edhe atëherë kur të braktisin të gjithë.